Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, miq të kanalit këtu flasim. Jam Edlira pra dhe po shikoj një tjetër filxhan pra të gjithë së bashku, kush është i interesuar pra dhe të kaloj dhe kohën në një farë mënyre duke parë gjëra të lehta, le të themi, okay? Ju faleminderit të gjithëve që jeni në këtë kanal. Ju faleminderit të gjithëve ju që komentoni, të gjithëve ju që keni durim. Siç e kam thënë pra dhe para një muaji e gjysmë, mua më vdiq babai pra me shtat shkurt. Dhe të gjithë nga ne kemi pra luftrat tona personale për të dhënë, kemi shpërblimet tona personale për të marrë pra, kemi dëshirat tona personale për të përpunuar pra, ëndrat tona personale për të parë se sa dhe qysh janë në rregull pra me gjithësinë pra, me të gjithë njerëzit që kemi në planet, nëse ne po e teprojmë diku apo jo, nëse ne nënvlerësojmë veten apo jo. Pra ishte një periudhë kohe në të cilën pa dashur, pa e kërkuar pra, pa e përpunuar fare unë, ishte mbushur me ndjenja, me mendime, me kritika, me autokritika, pra ishte një periudhë kohe shumë e mbushur. Ju faleminderit të gjithë atyre që e pranojnë vështrimin tim, pra shikimin tim në filxhan, e pranojnë mendimin tim kur unë flas për to pra, sepse flas në lidhje me filxhanin. E kam thënë dhe në video tjera, do e them dhe në këtë, që parashikimi i fatit, qoftë letra, qoftë filxhani, qoftë horoskopi, kur bëhet në mënyrë personale, pra të çdo personi në veçanti, ka të bëj me karakterin ton, me mënyrën se si ne reagojmë, me mënyrën se si ne flasim, veprojmë, por mbi të gjitha e ardhmja e ardhmja jon pra personale, varet tërësisht nga veprimet dhe nga fjalët tona. Mos ju duket çudi, pra varet tërësisht nga ne. Mund të kemi një humbje për shembull momentale, e quajmë humbje ne, sepse në fakt Zoti dhe gjithësia përgjithmonë na kujdesin, pra na kanë në kujdesin e tyre, dhe ne kur thrasim Zotin pra në diçka, o Zot shiko, o Zot dëgjo, o Zot ç'bëhet, i japim Zotit një shenjë tonën që ne besojmë tek ai. Dhe na mbron, dhe na ruan, dhe kur thua që unë besoj në Zot dhe unë ja lë Zotit, atëherë ta dish ti je i sigurt që çdo gjë që ndodhesh për të mirën tënde, personale, them edhe një herë, sepse nuk jemi Zoti, ti, unë, gjithkush në këtë planet, pra nuk është Zoti që të zgjidhin problemet e tjerëve. Ne ajo që na bën në pjesë është vetja jon, veprat tona, fjalët tona. Veprojmë pra në bazë të mirësisë të përgjithshme, dhe kjo e mirë e përgjithshme pra, Zoti pra gjithësia, sido që ju ta quani, vepron me bazë mendimet, dëshirat dhe fjalët dhe veprat tona. Nëse ne ja lejmë gjithçka pra Zotit, Zoti do na sjell përfundimin më të mirë në favorin ton, pra në drejtimin ton. Nëse diçka nuk bëhet, pra nuk bëhet, ti mundove një herë, mundove 2 herë, mundove 3, mundove 4, u përpoqe, u përplase dhe nuk u realizua, atëherë ti je i sigurt që ajo nuk është për ty, ose ti po këmbgul në një drejtim të gabuar. Kështu që asnjëri nuk duhet të mërzitet, asnjëri nuk duhet të trishtohet, asnjëri nuk duhet të kap si thonë në Shqip, të kap paniku, jo panik. Vërtet jo panik në jetën tuaj. Merrni frym 10 sekonda, qëndroni, ndaloni aty ku jeni, merrni një frym të thellë dhe shikoni rreth e rreth. Shikoni sa të mira keni në jetën tuaj, shikoni sa gjëra të bukura keni në jetën tuaj, shikoni sa dashuri keni në jetën tuaj,
mos i ngulni syt atje ku ju mbyllet dera. Atje ku ju mbyllet dera, për momentin largohuni, fitoni kohën tuaj pra për të reflektuar, juve mbi veten tuaj të reflektoni, jo mbi tjetrin. Dhe jepini dhe tjetrit kohën të reflektoj mbi veten e tij. Çfarë pra? Çfarë ndodhi? Përse e bëra? Përse më ndodhi? Përse u ndodh këtu? Kupton? Pra nëse bëjmë këtë gjë, të gjithë do të jemi ma merr mendja më të qetë dhe jetët tona do të jenë më të qeta akoma dhe do kemi më shumë kohë pra për të realizuar dëshirat dhe ëndrat tona. Larg panikut, pranë mirënjohjes për rrugën që shkelim, pranë mirënjohjes për njerëzit që na ndihmojnë, për njerëzit që na buzëqeshin, për njerëzit që na kritikojnë, pra ta dini që kur dikush ju thot diçka me sinqeritetin më të madh, edhe pse ai njeri mund të jetë në rangun e ziliqarëve dhe kundërshtarëve tuaj, nuk ka mundësi t'ju thot një gënjeshtër për sa ju përket ato që ai çka di për ju, pra, në rregull. Atëherë edhe atje jemi mirënjohës, sepse nëse është ajo që na thot nuk na pëlqen, duhet të shikojmë dhe një herë çfarë bën gabim, okay? Çfarë bën gabim, domethënë çfarë bën që ne nuk na pëlqen rezultati. Kjo është. Kështu që le të vijojmë pra me videon me filxhanin në radhë. Fajza është një studente e mrekullueshme. Them e mrekullueshme sepse dhe punon edhe studion. Pseudonimin, tash këtë që më ke shkruar e dashur ma merr mendja do jetë pseudonimi pra. Okay? Atëherë Viki në filxhanin e parë pra, dhe besoj që e ke pirë me dorën e djathtë, sepse është fotografia e parë që më ke dërguar. Në fotografinë e parë pra, shikoj që ti e këtë fotografi e ke dërguar, një minutë, e ke dërguar e dashur, kur e ke dërguar, me 27, një muaj, me 27 shkurt pra, çka më thot mua që ti ke kaluar atë gëzimin e kthimit të një personi tek ti, pra ose ti u ktheve tek një person i cili dhe pse në të shkuara nuk është qenë shumë i qartë ndaj teje, pra i dhe shansin, i dhe mundësinë që të jetosh pra dhe një herë atë çka ndërpret atëherë. Okay, e jetove pra dhe një herë këtë lidhje, puna është që njerëzit nuk ndryshojnë asnjëherë dashur, ta dish që kur dikujt i kthen, dikujt që është, si ta them, dikujt që nuk pranon jo në jetën e vet, pra, dikujt që do që të pranoj, të jetë ai që thot fjalën e fundit, pra, ose ajo, nuk është vetëm për djemtë, edhe për vajzat, pra, ka njerëz që duan të thonë ata fjalën e fundit, pra. Ja dhe mundësinë e dashur, ishin 2 ditë shumë të mrekullueshme, 3 ditë shumë të mrekullueshme nëpërmjet telefonit mbase, sepse nuk shikoj nëse jeni takuar bashkë, keni qenë gjysmore, 1 orë dhe kjo pa marti atë çka doje pra. Diku duhet shkosh që të yshtin zemër sepse ke dhe sy. I ke kthyer kurizin përsëri këtij personi, një njohje e re që ti bëre pra, të ka ngritur në qiell pra, të ka dhënë optimizëm, të ka dhënë më shumë besim në vete, të ka çuar ëndrat e tua më larg pra, është një njeri i cili shoqëria me të qetëson, pra të jep një qetësi mendore dhe një ngazëllim pra të zemrës, mund të jetë mosha jote, ose në qoftë se nuk është mosha jote zemra, mund të jetë 2-3 vjet më i madh se ty, pak a shumë, njohje në rrethet shoqërore pra, njohje nga një femër e cila të do dhe të vlerëson te i masit, çka mund të jetë një teze, një hall, një nën, një profesore pra, një njohje tillë është. Ke një të ardhme të mrekullueshme nga ana e punës, ti më thua që punon pra, në qoftë se
je në një punë më shumë se një vit pra këtë moment, pra ka ardhur momenti që ti të ndrosh postin, të ndrosh punën base dhe të shkosh në një punë που mund të ketë një 4 orë më të vështirë, pra dhe orët nga dreka, nga mesi ditës, pra dreka nga ora 10 e mbrapa, 10 deri 12 mund të ketë një presion disi pune, sepse ti je një njeri që fokusohesh tek puna, por të ardhurat ekonomike do të jenë shumë më të mira nga jo në të cilën ke tani. Nuk them që nuk po paguhesh tani, po paguhesh, por nuk të ngelet gjë për më vonë, kupton? Është vetëm jeta e përditshme, okay, harxhet e tua si vajzë, si vajzë, domethënë, dhe mund të kesh dhe një vëlla dhe një motër të vogël, nuk e di, pra janë dhe dy persona të tjerë të cilët në kuptimin e plotë të fjalës të japin një gëzim shumë të madh, por gjithashtu të jep tek këta persona, pra mund të jetë një vëlla, një motër, një nën, një bab, nuk e di, por puna e re që do jesh është krejt ndryshe, dashur, është krejt ndryshe, je më e fokusuar në punë, je më prodhuese në punë dhe sigurisht që ana ekonomike gjithmonë vjen duke u përmirësuar, vjen shumë duke u përmirësuar. Pra Filxani ka ardhur tek unë me 27 shkurt, unë këtë po shikoj me 26 mars, atëherë flasi me dashur që prilli është ky muaj në të cilin ti do ndrosh punën. Okay? Nga ana e shëndetit ke patur ca probleme të vogla, ma merr mendja të ciklit do të jenë, nuk e di, po ca sedhimbje të vogla, nuk kanë qenë gjithmonë, pra, nuk kanë qenë gjithmonë këto probleme që të dalin në Filxan ty. Duhet të shkosh në doktor të shikoj zemër, sepse këto dhimbje kur të kapin janë shumë të vështira. Mund të jetë edhe koliku, pra, zora e trash që themi ne, ose periodat e tua, pra. Këto të dyja ta dish janë në një zonë me njëra tjetrën, pra, ndikojnë njëra tjetrën shumë. Je studente, nuk e di për çfarë studion, po ma merr mendja që diçka të tillë e ke parasysh. Tashi, një person i cili për çështje ekonomike është larguar pra nga ti dhe mund të jetë larguar para 9 muajsh, para një viti, u përpoq të merrte një lajm të mirë, të merrte diçka, nuk e di se atje ku është, pra, atje ku është, e kishte lajmin e mirë, e ka lajmin e mirë në këmbë, por ky njeri nuk është i gëzuar, ose ti të paktën do mërzitesh për këtë njeri, do marrësh një mërzitje nga ky njeri. Mos u shqetësoje dashur, jo gjithmonë gjërat janë ashtu siç duken, prandaj dua të bësh pak durim, pra, të mos reagosh me njëherë, të mos japësh me njëherë lek kur të kërkojnë lek borxh, mbaj ato që fiton, sepse nuk e di se si do të vi e ardhmja, pra, pavarësisht se në Filxan thotë që ti do kesh shumë punë, do kesh shumë lek, do kesh, gjithmonë duhet të kesh parasysh, pra, që ka periudha shkëputjeje, shkëputet zinxhiri i ngjarjeve, zinxhiri i rezultateve, pra shkëputet, sepse nuk janë të qëndrueshme ndjenjat tona. Pra të gjitha këto që unë shikoj sot, i ke kthyer në një moment, Filxani në një moment kur ishe me një këmbajtas dhe një këmbdjathas, domethënë të shkoj këtej apo të shkoj andej, të shkoj këtej, jam e sigurt që ky do që të martohet me mua, them tash, ky jam e sigurt që ky do që të martohet me mua, por ky është aq i bezdishëm sa mund të flas me dashuri, por do që të më kontrolloj me këtë mënyrë që flet, me veprimet e tij tregojnë diçka tjetër. Pra, të shkoj këtej, për këtej nuk di asnjë gjë, por duket një njeri i cilët është i hapur, nuk më gënjen, kupton? Është një njeri i suksesit sepse ka arritur 5 gjëra në jetën e tij. Pra, rezultatet që janë në Filxan sot, është Filxani që ke kthyer para një muaji, zemër. Ndërkohë ti mund të kesh ndryshuar një mendim, mund të kesh ndryshuar një rezultat, të mos jetë më i njëjti që kërkon. Pra, nuk dua të besosh me sy mbyllur njerëzit, sepse do të dëgjosh për dikë që ka marrë një letër andaj këtej, por rrugën e ka të mbyllur, për shembull nuk mund të vijë dot, nuk mund të kthehet dot, nuk e di a është mashkull apo femër, di që është një njeri i gjatë dhe i dobët, pra, pret një rrugë ky person, puna është që është vetë personi që mbyll rrugën, kështu që ki pak kujdes, mos beso në mënyrë të verbër, pra, dhe atë çka thot Filxani është që ti do punosh edhe në maj,
edhe në maj deri me 10 qershor, atje ke një shkëputje, pastaj nuk shikoj sepse nuk ka dalë kjo pjesa këtu në fotografi. Nga familja zemër, nuk e dia jeton me familjen tënde apo jeton vetëm, nga familja zemër ke patur shumë mbështetje gjithmonë, pra nga pjesëtarët e familjes të cilët janë me ty. Sepse ke një karakterin e fluturës, pra merr atë çka do, pa krijuar konflikte, pa krijuar mungesa. Por në këtë rast, pra familja nga e cila ti ke dalë, ose kanë ndryshuar planet e tyre, ose kanë ndryshuar mbështetjen ndaj teje, por nëse kanë bërë këtë, kanë bërë nga dashuria për ty, sepse unë shikoj një foshnjë, pra një foshnjë ka ndryshuar komplet, të ardhmen familjare. Tashi, shtatzan kush është? Ti je ti? Studente? Në punë? Shtatzan? Them dhe njerë ke fotografia tjetër. Nuk mund ta them që je ti, por nuk mund të them dhe që nuk je. Nëse ardhmja e një foshnje mund të jetë një motra jotja zemra ose në një vlla, nuk e di. Ardhmja e një foshnje ndryshon reagimet në familje, ndryshon dëshirat familjare, krijon nëse se ka krijuar akoma, pra krijon një lloj rrjeti, pra sikur zhbllokon, sikur të ndan, pra të ndan ty nga pjesa e familjes dhe familjen nga ti, pra krijohet një rrjet, një mënyrë e çuditshme. Sigurisht që nuk e bën bebi, e bën hallet që ka bebi, por të shikoj pak në pezu. Dhe puna mbaron aty nga shtatori, tetori, kjo puna me të e cila merr mjaft lek, pra duket sikur për momentin mbaron, pra mbaron pa paralajmërim, më thënë, është gushti që është bosh, janë pak ditë në shtator dhe mësë ndaj një stop, një lajm i bukur, nuk e di ka mund të kesh shtatzan. Jo s'është e keq që shtatzania, në rregull, thjesht shikoj që njerëzit janë në ajër, nuk e din se si do reagojnë, nuk e din se qysh tek, pra janë në ajër, sikur kjo rezultat erdhi papritur, pra. Në rregull, dhe pse kishte një lidhje jetësore kjo nga cila në familje, pra mund të jenë prindrit, mund të jetë dikush tjetër, nuk e di, një lidhje jetësore të mirë. Megjithatë, edhe lajmi i mirë që vjen, edhe vet bebi dhe ato, sikur i lë gjërat pezu, Nuk e di, më vjen keq, nuk e shikoj dot më mirë se kaq. Ke lajme të mira, ke suksese, ke para një dhorë, një si punë çek, ose mund të jetë edhe zarf me lek, ke peshqesh, pra. Do të duhet të bësh një durim 1 vjeçar, 1 vjeç e gjysmë me mendja, nuk e di si është puna e kësaj foshnjës, por që u paraqet në filxhan do të thotë që me të vërtet dikush po lind, nëse nuk ka lindur ende, dhe ti duhet të bësh dhe një herë planet e tua, pra nga e para. Okej, dashur, shko të ysh, dikush gjej një person që ysht aty në lagjen tënde. Nëse jeti shtatzan, të uroj të gjitha të mirat e botës. Ky fëmijë vjen me këmbë të mbar, thjesht je shumë e ngarkuar, pra, dhe diku duhet të bësh një shkputje, nëse je shtatzan, nëse jo, vazhdo kështu me energjinë që ke, je shumë mirë. Nëse dikush do bëj binjak në familjen tuaj,
është djalë e vajzë, pra janë të gjinive të ndryshme. Ky është filxani e dashur Viki. Ke një karakter shumë të mirë, një karakter shumë të fortë, të pastër, të ndërgjegjshëm. Nuk e di kush është bërë si flutur në shtëpi e tij apo është bërë dikush tjetër. Dhe lidhet edhe me shtatzanin base. Nëse nuk je ti, pra 3-4 veta në familje diskutoni diçka në mënyrë shumë serioze, pra për të marrë një vendim në lidhje me këtë fluturën, pra, okay? Pra zonja dhe zotërinj, miq dhe mikesha të kanalit këtu flasim, sa po pash një tjetër filxan, më besoni, jam çuditur, shpresoj ta kem parë, nuk e kam idenë se sa e saktë ose nuk e kam idenë se çfarë kam parë në këtë filxhan, pra uroj që shtatzania nëse është e vërtet të jetë me sukses e me këmbë të mbar, sepse me të vërtet po lind një fëmijë shumë i bukur, 2 fëmijë shumë të bukur. Miru dëgjofshim në një video tjetër.